Po e hupi më sëni. Pra, jo, po kjo narracioni i des, unë përjashtoj mundësi që dikush për konotacion politike përdorë si instrument, ta pse 28, pse 29, pse vit 3, pse për në prish. Domethënë, në një vend që jemi në krizë totale, institucionale, pak rëndësi ka është festa edhe. Rëndësi ka se si duhet më uzgjedh institucionet e Republikës së Kosovës dhe për mu ideja 28-29 nuk shumë për qështë fest dhe njerëzit duhet me vendosë. Të 21 ishi arton unë vetë kam thonë dje dhe kam prit që 21 dhjetori tjetë dita e zgjedhjeve. Arsye ka qenë kjo që përmeni ti, pra që ka kërku shumica një gjithë të tillë. Por, si Vjosa Osmani, si këtë presidentet e kaluam që në kom para saj, kanë qenë president politik, sepse kanë dalë për një procesi politik. Asa që më tha që s'ka qenë kundër. Që ka që politik, besam që ka që politik. O, Artan, këtë vish për më nëna me spjegu. Edhe Fatmir Sediu bile ka po fushat për karikës së presidentit, edhe përpos ati fete e agës që ka qenë kështua politike që nuk ka pas fuqi elektorale. Pra, një trashëgimi politike për pozicionit presidentes në veprim një subjekt politik është trashëguar dhe ma herët dhe ka funksionu kështu. Kështu që mu nuk më vjen befasi edhe në sepse Vjosa Osmani pas ka plotësu kërkesën vetë vendosës, me gjithë se për mu, me që është në diskrecionin e saj, ku është problemi me jam mundësu diasporës e sa më shumë me votu. Sa më shumë qytetarë që votojnë ashtë me mirë. E dyta, jam atë spjegoj dhe në fund qëta. E dyta, nuk mujmë me i thonë diasporës faleminderit, viç kur BÇK i qetë ato raportin e në fund vitit thot, remitencët janë 1 miliard që vinë prej diasporës, i thajmë faleminderit diasporë dhe u kry. Kartonat e gjelbërt është faleminderit. Jo, dëgjam, viç aty i thajmë dhe u kry. Pra, nëse i falenderojmë që ka kry për 1 miliard remitenca dhe shumë investime që bëjnë këtu, nuk o bo kiameti që një veprim politik i presidentes ja ka mundësu, që sa më shumë me qenë, dhe më thonë, prezent me datën 28 artan dhe me votu. A është qëllimi këj presidentes, Fidan? Qysh? A është këj qëllimi presidentes, a? A ka full presidenten e herë bashkë me Albin Kurtin ti për kartonat e gjelbërt politikisht, ma lejo dhe mu me thonë të kundërtën që po e thuti. Pra unë menoj që sa është ti menojnë që është. Pra na menojmë në dy situata, do më thënë ndryshme. Unë nuk shoh asnjë sen gabim që është vendos pak para vitit 3, as që është vendos në 28, edhe mbi gjitha shumë mirë që është vendos kur është diaspora këtu. Unë si kuptoj këtë lloj shqetësimi që kanë parti tjera. Se po paragjikon edhe që 500.000 votues për diasporës votojnë shumicë për vetëvendosin. Ku o problem? Jo se i organizane ja pagun autobuset për i diasporit e këtu, Fidan. Po që t'ja pagun o këja. Qeveria o këja. Vetëndosja qeveria. Po qeveria është vetëndosja. Ajo nuk më dalën. Arton, nuk është e vërtet që pagun autobuset, se çdo vit vinë ka 500.000 pa autobusa. Çdo herë vinë pa autobusa. Çdo herë vinë pa autobusa. Po vinë me financat veta, jo me partisë. Apo shka s'kisha dashur më duke me Bullizojmër. është tem shumë e rëndësishme që na autobusa me votu vetëvendosin se ja autobusa vinë për Po i pagu. Ska për karbonizimi se edhe familjarët pagu që s'ka pos qede, që ka 28 vjetor artan nuk i pagun. Vinë vetëm të orë çdo herë. Mund të pagu ti shmojnë. Do jemi dëshmitar, Fidan. Mars, po ata vinë vetë se vinë çdo herë. Kemi dëshmitar të organizimeve që kanë filluar pisot të kreja, ku kanë munisa autobusa. Se e fundit se se të mujtë me thonë, e fundit. Kë na folën. Përmendi, në me thonë që Albin Kurti pas ka pas kretë kondër. Shoqërinë civile i ndërruar krenar nuk ka, se s'ka pas që shme pas kondër. Qaja që është, që umet që... Viq pak, sindikat i ndërruar krenar nuk ka. I ka shumë kretë. Se nuk ekziston. Rusia smiret me të heq, që ki shumë gabim, se je shumë i vogël për to. Në media, prapë ki gabim, hini kretë studio televizive, nëse si gjenë ka 3 kolegë analista që kanë pozicion politik karshive të vendosës, unë sot do këtë studio. Pra, asnjë studio televizive nuk ka, asnjë studio televizive nuk ka. Sot jeni 3. Nër minimum 3 analistë që me ty fiton 3. Ja fitoni favor. Pro qeveri. Unë nuk bëj. Po të muci pak si fitoni. Jo, do thonë diçka shumë serioze. Kretë studio televizive merrni. Minimum ka 3 gjë. Shumë e vërtetë është. Minimum ka 3 gjë. Unë s'po di çu kanë media kundër. Çu kanë debate kundër pushtetit dhe vetëvendosjes. Media. Kupi, ma gjej një instrument, një story televizive që flet kundër vetëvendosjes për qëllime personale që shpe e lidhë një ose për diçka tjetër.
Pra, publikimin i skandalit qeverisë është shumë normale, sepse është skandal që është në shërbim të qytetarit, nuk është kundër pushtetit. Ai gazetari që Nëse lidhesh me media, nëse lidhesh me media, mos publikimin, dhe me debate televizive ta thash, je kundër. nuk ka studio televizive që si ka K3. Kështu që kjo nuk qëndron. Dhe të e pas parasysh që ta dhe e mbyllë që propaganda është kryefjala. Propaganda është kryefjala që vetë vendosja e ka si kryefjalë të programit vetë, edhe krenari e boni që ashtu tash në studio. Pra, përdeni propaganda. E fundit, pse po shkojmë zgjedhje, këta kanë me vendos ose kush ka faj. Pse kemi shkuar në zgjedhje, këta kanë me vendos qytetari me 28 dhjetor. Dhe kam thënë, kushdo që arrin me paketu më mirë